Këtu në herë i thoshin oriz me mish pule. Sot po thojnë risotto pule. Pak më ndryshe, specialitet i ri. Shkoj. E presim mishin e bardhë, e bojmë kocka. Sa ma të vogla, mos më na pengu aty në për oriz. E hedhim pak në vaj këto. E hedhim e njëherë mishin e bardhë. E hedhim kripën. Hedhim edhe curry. Pak biber kuq. Pak erza. Edhe karotat e kemi hedhë. Tash orizin e lam, e kemi kullue, edhe e hedhim këtu. Ja shtojmë një sasi të vogël të ujit, edhe e mbulojmë. Derisa të na bëhen risotto, e bëjmë një sallatë me rukola, me tomatina, me pak djath, ja shoqërua risottos. Presim edhe djathin kocka, të vogla. Është djath i fortë. Edhe hedhim vaj ulliri. Pak usull molle. Hedhim edhe djathin këtu. Tash e kemi edhe sallatën. Mashallah. Edhe risotto u krye. Kjo është për një risotto pule me perime, shumë e shishme me curry zozë, edhe një sallatë e vogël me rukola. Nëse ju përgatisni në shtëpiat e juaja, ju bëft mirë. Shënjestër.net